Shenjat e para të autizmit mund të vërehen qysh në vitin e parë të lindjes, kështu thot logopede Natyra Maloku. Bukfalisht, në mënyrë bazike, shenjat e para të autizmit e vërehen qysh në moshë të hershme apo në muajt apo vitin e parë të fëmiris, pra kur janë bebe, 1 vjet, nëse kanë ndërveprime apo gjuhë jo verbale. Është një ndër shenjat më bazike. Stereotipe tjera që mund të vërehen janë antisocial, kanë mungesë të përqendrimit, kanë mungesë të vëmendjes, kanë mungesë të pjesës socializuese, nuk shfaqin dashuri, shfaqin agresivitet, sistemohen në një pozicion ku nuk kanë dëshirë të luajnë me bashkëmoshatarët e vet, bëjnë rreth rrotullime të ndryshme. Fëmijët me spektrin e autizmit shpesh e shohin botën ndryshe dhe jetojnë në një realitet të tyre, gjë që krijon sfida të shumta si për ta, ashtu edhe për familjet e tyre, thot logopede Maloku. Fatkeqësisht ka shumë sfida të ndryshme, për shkak se e kanë një botë tjetër, e kanë një botë në vete, po ashtu mund të cekim që e kanë dhe talentin në vete. Pra çdo individ që është i prekur me spektrin e autizmit kanë dhe një talent në vete, qoftë ai art, muzikë, matematik apo ndonjë fushë tjetër. Agresiviteti mund të quaj që është një ndër ato më bazike që edhe familjarët kanë një stres të mjaftueshëm dhe ndikon negativisht po ashtu edhe tek familjarët. Gjithashtu është pjesa e gjuhës jo verbale, pra mundohen në një formë tjetër të lypin ato çfarë dëshirojnë në bazë të gestikulacioneve apo kundërta nëse shfaqet një individ i ri kanë pasivitet, kanë stepje, kanë agresivitet, kanë pastirma, thirrma, gjë që ndikon negativisht edhe tek familjarët e tjerë. Ndërsa sa i përket trajtimit dhe mbështetjes për personat me autizëm në Kosovë, Maloku theksoi se shërbimet ende nuk janë të mjaftueshme. Fatkeqësisht nuk mendoj që është e mjaftueshme, për shkak se nuk ekzistojnë institucione shtetërore që mirren maksimalisht, ekzistojnë, por është një përqindje shumë e vogël që mirren me këtë pjesë, sidomos për krahje apo mbështetje financiare. Pra nuk kemi mjaftueshëm fonde nga shteti që ne mund të ndihmojmë në mënyrë maksimale secilin individ, ne si profesionist shëndetësor që jemi. Në ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin, logopede Maloku tha se kjo është një ditë e rëndësishme për të rritur vedijen dhe për të mbështetur personat në spektrin autik, duke ofruar ndihmë dhe duke përquar apele për mundësinë e krijimit të fondeve të reja për të mbështetur këtë komunitet.